Djaloshi 21 vjeçar me origjinë shqiptare që planifikoi sulm në koncertin e Taylor Swift në Vjenë akuzohet për terrorizëm. Prokurorët austriak kanë ngritur akuza për terrorizëm kundër një 21 vjeçar i cili sipas tyre planifikoi një sulm gjatë njërit prej koncerteve të Taylor Swift në Vjenë në gusht 2024. 3 koncerte në turneun rekord të Taylor Swift janë anulluar pasi autoritetet paralajmëruan për kërcënimin e një sulmi. Zëdhënësi i zyrës së prokurorit publik në Vjenë konfirmoi të hënën se i akuzuari është në paraburgim. Mediat austriake identifikuan të dyshuarin si Beran A dhe thanë se ai u arestua në gusht 2024. Ata e akuzuan atë se kishte marrë udhëzime në internet për të bërë një bombë të bazuar në eksploziv me peroksid organik, të cilët zakonisht përdoren nga grupi i Shtetit Islamik dhe se kishte prodhuar një sasi të vogël eksplozivësh. Prokurorët thanë se të akuzuarit u përpoqën disa herë të blinin armë ilegalisht jashtë vendit dhe t'i sillnin ato në Austri. Ai dyshohet gjithashtu se ka qenë i përfshirë në planifikimin e sulmeve të tjera e zhvendit, përfshirë ato në Dubai dhe Stamboll, megjithse këto sulme nuk u realizuan kur. Nëse shpallet fajtor, ai përballet me deri 20 vite burg. Pasi koncertet u anulluan, Taylor Swift shkroi në rrjetet sociale: "Arsyeja e anullimit më ka mbushur me një ndjenjë të frike dhe një sasi të madhe faji sepse kaq shumë njerëz planifikonin të vinin në këto koncerte."